Arbitrim po kundërshtohet kudo. Këtu është rregullora. Këtu do futet rregullora. Çdo ekip që del nga fusha humbet takimin. Aty bën precedent, pra. Sepse kjo është bërë edhe te Senegali. Senegali mori gjop 200.000 euro, trajneri i Senegalit $100.000. $100.000. Mori gjop vetëm se urdhëroi ekipin. Tash këtu ka diçka. Në momentin që ti del nga fusha zotrin, nuk ke më të del kthimi mbrapa. Po. Kjo do të bërë kështu. Do dalësh nga fusha ti, dil. Kush do ta mbyll Ilir? Ti e kishe për ta mbyll. Jo, e kisha të parimi, nuk merresh dot rast mas rasti që. Po ja ndryshme i gjëra, e ke parasysh. Dakor, prandaj flas parimet nuk zgënjejnë. Parimi është i këtill. Nëse unë verifikoj gjatë ndeshjes me drejt apo jo. Unë e gjykoj kështu, verifikoj që ti bëre një veprim gabim dhe për mua ka kosto. Nuk ka perni që ma ndalon edhe s'ka rregullore që e përjashton dot që ti të thuash që shikose tjetri veproi gabim. Ti tash më ngrihesh si shoqat, kjo është më e keqe, shumë e rëndë, ndy. Po më shoqata do mbrojë arbitrat, pse e ke ti? Nuk është mbrojtje arbitrit. Pse mbrojtje? Nuk është mbrojtje arbitrit. Ai u mor me fenomenin, nuk tha, ju keni për qëllim më dëmtoni mua. Ai foli qartë. Është shumë e bukur deklarata ati. Unë kam përrejtjet e Tetovës. Pëlqeu. Shumë e bukur deklarata. Por unë kam pretendime tjera për Tetovën, po jo se është Tetova gabim. Tetova thot, u bën disa ndeshje që ne mendojmë që po goditemi nga episodet veçanta, që mund të jenë dhe gabime në arbitrim. Po gabimet kanë kosto. Po. Ashtu. Kjo është thelbi deklaratës ti. U bën ndeshja e 4 të rresht që ne penalizohemi sipas nesh pa drejt. Reagimi pasaj, çfarë kërkon shoqata? Që gjithë trajnerët e kampionatit shqiptar thonë, unë për arbitrin nuk do flas sepse do përfundojmë burg? Po kur më shkruaj. Po para këtij më shkruaj një legjendë nga Vlora, jam si Bitcoinsi, nuk e them emrin. Po. Dhe na përshëndet gjithëve. E dyta, më shkruan thuj Bici, thot ka një limit kohe, tifoz, 10 minuta që të rreqin ekipin. Dhe brenda këtij minutazhi futen përsëri në fushë sipas rregulloresh. E përshëndesim. Jo, këtë nuk e thot legjenda. E di tjetër. Legjenda thoshte tjetër. Po pra këtë thot Bici ta heqin këtë rregullor. Legjendën e përshëndesim se edhe unë kur kam qenë pjesë e një ekipi këtu e patëm bën një veprim të tillë, na erdhën pastaj dolëm ne 7-8 minuta. Po duhet më heqte më burrë dhe se ajo kur del nga fusha dhe kur vjen prap sikur s'ka kuptim. Se kështu po se po i bie edhe interesimi edhe humbin shumë gjëra. Po dalin edhe tifozët jashtë stadiumit, sa thon Niku. Jo, po momentin që ti del nga fusha sotri, kjo është me këtë merresh kot, është vetëm çështje morale. Ka moral, s'ka moral një ekip. Ka emër aq të madh sa të mos dali nga fusha, se është çështje identiteti i ekipi, po të gjitha janë sankcionuara në bazë rregulloreve kur del nga fusha për këtë. Po Ilir, di pse ka mundur. Ekipi duhet të rrihet nga fusha. Nuk duhet të rrihet. Nuk ka. O Sulçe, ishim bashkë. O Sulçe, ishim bashkë këtu para se të mbyllesh viti i ri, Elbasani Tirana, doli Tirana nga fusha? Nuk jam dakord. Filloi viti i ri prap, doli Vora. Me të utën. Nuk duhet se ekipet dalin nga fusha. Po tash. Ka të bëjë edhe me kulturën e... Po jo më çfarë që ti po lexon atje është edhe për kushtet atmosferike. Ka një pikë në të cilën në kampionatin ton ka vite që është thyer ai besimi i klubeve të arbitrat. Edhe këtë më të shohim kur ka 2 vitet e fundit finalja Final Fourit gjykohet nga një arbitër i huaj. Pra unë jam dakord që arbitrat shqiptar po ecën në arenën europiane, por çfarë duhet kur ti nuk po ecën në arenën në kampionatin tënd? Pra ti duhet marrësh Marcinjak vit të drejtoj finalen në Final Fourit, ndeshje më të rëndësishme. Mbaj mend para 4 viteve Partizani mori një arbitër tuaj për ndeshjen e javës 16 me Kuksin. Pra, për çfarë të duhet ty një arbitër i mirë, kur ti nuk ke besimin te kampionati jot? Ke pati zgjedhjet si janë këtu? Kur vjen zgjedhjet? Po patjetër, kuptoj. Ose tjetër ishte te Spaku. Brenda, gjithë me radhë, nuk ka besim. Nuk është ideja e njëjtë. Ore, kur ti ke arbitra me Stefan Fika mund ta komentojnë edhe ata. Vetëm te Matrix është tamam. Gjë mua, vetëm atje bëhet. Është super fare të çuat te Matrix. Elbasani si shikon në ditëmar 39 pikë në vendin e dytë së bashku me Gnatjen, një kampionat i mirë do thojë në tërësi për Elbasani dhe Lajthia po më pëlqen shumë. E kanë ngritur nivelin e ditë futbollit, lojtari i shpejt. Lajthia mbas intervistës fundit që kemi pasur dhe Megasporti, ka pas në shpërthime, ka bërë 3 gola. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ka marrë bekimin nga Sulçe. Si ka marrë, mbase nga paneli. Po më bë shefi shumë për
për Ivanin, për trajnerin, që po ecën shumë mirë, ka shumë entuziazëm, dhe Elbasani shikoj që mbas vllaznisë do jetë rival shumë i Çfarë të bën përshtypje te Elbasani, Flori? Në fakt, diçka që ka vënë re është që është i vetmi ekip që ndodhet në Top Kaçe që nuk ka kaluar 2 javë pa marrë pikë. Pra nëse ka gabuar një javë, javën tjetër ka marrë të paktën barazimin. Ndërkohë ekipet e tjera kemi pasur vllaznin që ka shkuar edhe 5 javë pa fitore. Ndërkohë Elbasani është ekip që edhe kur nuk bën lojën e bukur dhe vetë trajneri ka pohuar që edhe kur nuk e bën lojën e bukur e gjen mënyrën të marrë pikët. Pra, një gol aty, një gol këtu, por në fundit këto janë pikët që vlen dhe kështu fiton kampionati.